Mirëmëngjes, do ju uroj një javë të këndshme miqtë e mi. E nisim këtë ditë të hënë së bashku me një video të pazakon, nuk është në natyrën time të bëj video të tilla, por unë nxita nga ajo çka pash në këtë fundjavë, ditën e djeshme në mbyllje të takimeve, vonë kam parë disa shkëmbime, batutash, ironie, sarkazme midis drejtuesve, dyshes, kombinimit Bela Balerina, duke u tallur siç kanë bërë gjithmonë me qytetarët e Shqipërisë. Këtë herë me qytetarët e Qarkut Fier, kanë bërë shkëmbime batutash pa përgjegjësi totale, nuk e gjejnë dot guximin dhe kurajën që të flasin me ju, të vinë tek ju, edhe gjejnë këto batutat ironike që janë bërë sa banale, qesharake dhe kanë gjallur antipati tek qytetarët. Dhe doja shumë të dashur miq që ne të gjithë sarkazmën që kanë bërë përpara syve tanë dhe të gjitha pazaret që kanë bërë pas shpinës tonë, të mos i harrojmë, por t'i kujtojmë në datën 11 maj, atje kur t'jemi te kutia e votimit dhe t'i ndëshkojmë me vot. Mos u japim më shansin dhe alternativën këtyre njerëzve pazarxhin, batutaxhin, që e trajtojnë politikën si pazari i Roskovecit apo e strada e Ballshit, t'i ndëshkojmë me vot dhe të mos i lëmë ata që të vazhdojnë të bëjnë pazarin pas shpinës tonë. Nuk po hyj më thellë në listën e kryetarëve, kandidatët që kanë dalë nga xhepi i kryetarëve të partisë, po e mbyll tek njëshi, se po të shkoj tek dyshi pastaj ka histori më vete dyshi i këtyre listave. Mirë po vetëm një fjali do ta them, e kanë hedhur kapelen mbi sy miqtë e mi dhe rrin përpara jush dhe përpara kamerave sikur kanë gëlltitur Oklain. I ndëshkoni me vot, mos harroni që u kanë shfrytzuar kontributin, djersën, gjakun dhe sakrificën tuaj vetëm për interesat e tyre personal. Në 11 maj zgjidhni njerëz që janë si ju, njerëz që janë pranë jush, njerëz që njohin hallet tuaja dhe do përpiqen të jenë zgjidhja e tyre, jo njerëz që mendojnë për xhepat e tyre. Kalofshi mirë.